Mirë se keni ardhur në këtë shesh dedikuar shenjtës tonë Nën Tereza. Të ndjehemi të përqafuar nga prania e kësaj shenjte, por veçanërisht të ndjehemi në praninë e Zotit, aq i ëmbël, aq i dashur, siç e shihni në kryq. Tërësisht i ofruar këtë dashuri për njerëzimin që vuan. Ulla e kryqit që do të bëjmë këtë mbrëmje është ulla e çdo njeriu, pasi çdo njeri është i përfshirë në mundime dhe ka kryqet e tija. E atëherë këtë ecje që do e bëjmë të shtyrë nga dashuria e Zotit përballë rezistencave që hasim në jetën tonë të përditshme. E kjo dashuri e Zotit është forca që na nxit të shkojmë përtej çdo pengese. Dëshirojmë dashurisë të Zotit t'i besojmë me të vërtetë në këtë vit jubilar nevojën e madhe që kemi për mëshirën e Zotit, nevojën e madhe që kemi për dashurinë e Tij, nevojën e madhe që kemi për pajtimin, e veçanërisht viti i shpresës, nevojën e madhe që kemi që të rinjtë tanë, që familjet e reja, që të moshuarit, që të sëmurët, që të burgosurit, si do dëgjojmë këtë mbrëmje, që të gjithë neve të kemi shpresën që na dhuron Zoti, sepse është një shpresë që nuk zhgënjen. Kur Zoti nuk zhgënjen, e kush beson në Zotin gjithmonë është i fituar, i ngushtuar edhe përballë vdekjes. Këtë mbrëmje atëherë së bashku, si populli i Zotit në ecje, ndërsa neve ecim, të lejojmë që dhe Jezusi të bëj ullën e Tij në zemrat tona, të na nxjerrë nga